kjo çka është të bë kryeministri i Kosovës si komendan vit Serbisë. Serbisë. Po. Edhe mirë është të shtyj agjendën. Perfekt. Po më ne është në rrugë të mirë. Pse po tu që i konvenon Serbisë çfarë po ndodh në Kosovë? Sepse Serbisë i konvenon çfarë po ndodh në Kosovë, mos me pas institucione, mos me pas rend, mos me funksionu institucionet, mos me pas asnjë kontakt ose marrëdhëniet bilaterale që janë në mes shteteve, me i taku njerëz, me zhblloku kuvendin, me i pru ato 900 milion që janë premtu për 4 vitet e ardhshme, mu zhvillu ky vend, sepse na megjithatë si shtet edhe vonë jemi kriju, edhe vonë jemi gjithçka. Domthonë edhe këtë çka është të bë është duke i shkuar në favor të Serbisë. Domthonë pik për pik, në deklaratat e mahershme të ish liderëve të opozitës, kur kanë thonë që vërtet ky punon për Serbinë, për një me i ku marrë me rezervë, por që veprimet të tregojnë ato të cilat ti i bën, për kënë je i thirrën dhe për kënë je i destinuar dhe çka bën edhe çka ofron. Domthonë që ti kemi edhe një parë zgjedhje lokale, pa e konstituu kuvendin e Kosovës, pa fillu procedurat të cilat janë grumbullu që sa, sepse edhe pse ka qenë shumis për 4 vitet të ardhshme që vetëm në gjë që mujnë më krenu, është që i kanë qu 4 vjetë. Ma thuani një punë të hajrit që e kanë bo. Tani me 12 tetori në shpallë nga presidentja, që edhe e ngrata po provon me bo një farë subjekti politik, po këshyra dhe e me kap në esen këto dit të funit, po hal tjetër është aja që mos të ndrujnë atimin. Ideja është që krejt të punë që janë ngrumbullu edhe këtë kjo zalamahi që është ka përshfaqet në mujt e funit, fabrika eshnave të gjave, është fabrike eshnave të lëvve, të kafshve, se du të mja është spjegu, në eshna kanë këshyrë me vjedhë, në rrymë të vjedhë, nuk janë kalojnë konë pa vjedhë, të vjedhë, edhe këtë kjo që po shijet është vetëm një gjë të e bë, është të punu për Serbinë, shkurt edhe qartë. Që kështu ka qef më na pa Serbia. Ky zotniu me 42%, me 48 deputet në dispozicion. Nuk është në gjendje një konstituim të kuvendit me bo, nuk është në gjendje me kriju një marrëveshje politike me këto subjekte politike, se na subjekte politike në Hollandë s'mujna me marë. Kjo është organizimi jonë shoqëror. Këto pozicione populli i Kosovës ja ka dhonë. Ka që ka dhonë këti, ka që ka dhonë LDK-s, ka që ka dhonë PDK-s, AK-s e të tjerë. Fare këti nuk i interesan për këtë vend. Edhe dite ma shumë po bina që për një me prapë po e kom nevojshme më përsërit, e në ditët në vijem kam për ta përsërit, sepse më bamendja e unë për nga të rathën, që kë është të e qua agendën e Serbisë për para. Nuk ka tjetër alternativë. Kur gjën nuk ndodhë, ne çdo ditë ka raste kur blena dhe 2-3 milion euro rrymë. Kjo qeveri që ka arë që 4 vjetë dhe me një pjesë mandatit të kalumi ka harxhu dikon, mos më kap një për shifra, po përmi se 600 milion euro në rrymë. Si pas ekonomistëve, ma shumë se 500 milion nuk kushton mu më ndërtu një termocentral. 600 milion janë ble rrymë. 700 që mentore e ka dhe ma të sakt. Me 500 milion ndërtohet një termocentral. Nuk përbëj thjesht se dikush kur në shethet, po Kallaj o pe Karigës. Po Kallaj është kur i ki paret. Kur i ki paret është shumë Kallaj mu bo. Po nuk ka vullnet me zgjidh asë një problem. Edhe kjo vërtet, tani ma që po flasim, ma nuk ka hapësira asë për pak humor. Se ka pru venin qasi deregje që për një me emonal me thonë, aja vlejti, pse jam këtë vend, pse jetojnë këtë vend, për kanë. Një njeri që nuk dënë me bo kur gjë nuk dënë me bo për këtë vend. Gru Norvegji, vajzën shkollë Norvegji, që thojnë harilaç knus në kërë modra jam. Del që aty i mërë 3-4.000 euro, vjedh me shok, i 121.000 euro ka hongër darka, dreka, kë fukareu me atë gjemperin, dhe që dilë ke kështë, si gjina kështë, si i mirë. A keni parasysh? Edhe qohët,
Milja t'ja jep 42%. Po këto ja për hoxha, për preftë, du të mi qumë i shkru më në ikon. Po që shë mërë, ti ma shtru si 42%? Ty rrejt për sa bojë dhe në drejk, pa e bo as një pun. Pa as një pun. Pa një pun nuk rritën pagat, nuk rritën pensionet. E ka shtretu që 3 herë çmimin e rrymes. Pritet më shtretu prap çmimin e rrymes. Njëri nga punëdhënësit më të mëdhenj që i ka 4500 punëtorë u prit nga Hristian Miskovski në Maqedoninë e Veriut, me gjas mund të shkojë edhe ai. Nesër kanë protest bizneset. Edhe kur të nalesh e këshyr, 42% ja kanë dhënë. Kjo është shmendurimër. Më thonë, gjithë qka e ka kolapsu. Gjithë qka e ka kolapsu. Letë ma shumë jeton për neve si popull, se sa për individin këtë rast. More, kjo ka gjithë gjami më falë, kjo të t'i gra. 42% ja kanë dhënë. Ja kanë dhënë kratë kjo fluturë, normal. Ta qërojmë diskutimin pak edhe mentor, dje u bo tematik edhe një fotografi që kryeministri në Detyrë Kurti shkoj në Mitrovic për të takuar me 2 kryetarët e Mitrovicës Veriore dhe Jugore dhe njëkohësisht filluan me njëherë polemika që mund të mendon ndonjë marrëveshje ose ndonjë diskutim sa i përket kryegjendjes në kuvend. Qysh e ke lexu takimin që kanë pas? E po është dje që ke u bo lajm i madh edhe e pritshme. Se një takim mes Kurtit edhe Bedrej Hamzës sigurisht që lën shumë mundësi interpretimi për shkak situatës në cilën e ka kriju zoti Kurti. Edhe ka mujtë mu po nështë se një loj fillimi i një farloj ftese për PDK-n për me bo një koalicion të mundshëm. Po këtë du le demantoj, e demantoj vetë, të zdi kur dje, dje po më e po është dikon që foli që ta kemi fol, edhe sëtë po më duke. Që s'kam fol kur gjë për çështjen e koalicionit, edhe pse aty mrena zdijet kanë mujtë nështë edhe me diskutu këtë farë punë. Po, pa dasht me u përsërit me këto që i tha jetonin për cilat pajtona plotësisht në tana pikat cilat i përmendni, kemi përmendë edhe ma herët. U mendoj që zoti Kurti s'është i interesum, kemi thonë prej fillimit dhe kemi përsërit sa herë, nuk është interesum me bo institucione. Jo, s'bëhet nome, jo, bedim, gjithmonë. Nuk është interesum me bo institucione, mundësit i ka, votat i ka 48 deputet, edhe pse për duket që këto mundësit për ndonjë koalicion të mundshëm po zbehen çdo ditë, prap ka mundësi për me dashtë këme bo, po kjo s'është i interesu me bo. Kjo është i interesu me majtë qëtu situatën edhe me rast sa ma shumë veni poshtë ma poshtë, cilat që që tha dhe jetoni, po e përsëris, se tash s'po përsërit, po përsëris, i shkojnë favorëve të Serbisë. Kjo që ato të bëhe para. E dyta, dhe në zonë një kuvend, i cili sot ishtë dashtë, mas shumë të ju kishtë dashtë Kosovës me qenë i konstituum për arsyet edhe të gjykatës speciale, e cila është në përfundim të procesit gjyqësor ndaj krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe një kuvend i konstituum, cilët kishin mujtë me nëzirë fa rezolute, ose kishin mujtë me nëzirë me po pak ligjin, me bona i farë mbikëqyri pak ma të rept asoj gjykate, cila është bosim 1 atje e ngusht, edhe cila nuk i përgjigjet kërkujt, bojnë shkeljet mëdha drejtave të njeriut, bojnë gjyqtarët marrin anën e prokurorisë ashiqare kështu në për seanca, edhe me pas në një kuvend konstituum këtë situatë, kujna i shkëm për favor kjo punë. Kjo shkëm në Sërbisë. Në tonë, këtu pajtona plëtsisht për këto që ata jetoni. A ka përgjithësi tash edhe opozita, ish opozita? Po s'mundet me pas, se ne kemi përmend disar, nuk mundet me pas opozita kur kjo e ka obligim edhe detyrim kushtetus me e gjithë zgjidhjen për me i formu institucion. Edhe kjo e ka mundësin. Se mës me pas mundësi, po të një të dikush s'ka mundësi, atëherë ulen e diskutojnë, po i ka mundësit.